shkallën për të shkelim duke që për 6 metin e ratës me shkel. Tmerrin që e pa me sy, vështire ka të harroj edhe sot. Shemsie Vishesellës 26 vjet më parë forcat serbe janë nxorrën nga shtëpia dhe i avran bashkëshortin e 2 djemt, atë bot njërin 15 e tjetrin 17 vjeç, derisa nga ta e plagosur në fytyrë mbeti edhe vet. Kemi dal jashtë, Ismetit i thanë me raqë të në fund shkallës, djali i dytë. A i ka raqë të. Mu dhe burrin na kam shtet për muri. Mu që atë, burrin që kënina. Edhe qëtu ja fundan paret, kër i kanë gjy paret, qëtu ja fundan paret. Edhe vesa kanë thonë bini për tukë, qëtu i në ra për tukë. Të njëjtën ditë, forcat serbe në fshatin Ribari Vogël i Lipjanit hynë të armatosur rënd, ku krahas këtyre treve vranë edhe 22 persona të tjerë, në mesin e të cilëve ishte edhe babai e disa familjar të Hysen Gërxhaliut. Familjen Vishesella e këshim pas narkufën në me një kamion, me një traktor, në me një prikolis, edhe këshim pas mlu me kasht, edhe këshim pas tentu me kall. Mallin për ta familjarët e të afërmit nuk mundën ta fshehnin as të premtën kur u shënua përvjetori i 26. Dhimë të mërzia nuk je këtë kërë dhe mungesë e madhe pa. Këtu, për të nderuar familjarët e për t'i kujtuar të vrarët, erdhi edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Por, përkundër kësaj, ky publikisht nuk e nxorri asnjë fjalë nga goja. Kryeministra, na tregoni pse ishit sot këtu? Nga 25 personat e vrarë, 19 ishin banor të fshatit e 6 të tjerë mysafir.